Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi Hierofanti, Dielli, 4 shpatat, drejtësia. Këtu kemi një kontrast shumë interesant mes qartësisë dhe nevojës për ndalim ose reflektim. Hierofanti nënkupton se ju kërkoni kuptim, kërkoni drejtim, kërkoni diçka të drejtë dhe të strukturuar në jetën tuaj. Duket se jeni në një fazë ku dëshironi të bëni gjërat ashtu siç duhet, me vlera dhe me logjik. Dielli flet për një qartësi të fortë, një ndjenjë brendshme që ju tregon të vërtetën. Nënkupton se ka dritë mbi një situatë dhe ju e shihni qartë atë. Por 4 shpatat nënkupton se pas kësaj qartësie ju tërhiqeni, nuk veproni menjëherë. Ju merrni kohë, reflektoni, pushoni mendërisht. Drejtësia nënkupton një vendim të rëndësishëm që duhet marrë, bazuar në të vërtetën dhe balancën. Ju e dini të vërtetën, por nuk po nxitoni ta veproni, po përgatiteni për një vendim të drejtë. Një situatë bëhet shumë e qartë për ju, nuk ka më konfuzion, por në vend që të reagoni menjëherë, ju ndaleni, e përpunoni, e analizoni, e vendosni në vendin e duhur. Dhe kjo nuk tregon hezitim, është maturi. Dhe në fund, ju do të merrni një vendim që është i drejtë për ju, jo thjesht emocional. Kartat këshillojnë të mos e nxitoni vendimin, por as mos e shtyni pafundësisht. Ju tashmë e dini çfarë është e drejtë, besoni tek kjo qartësi. Kalojmë tek familja. Në familje kemi bota, 2 monedat, 8 shkopinjt, 8 monedhat. Në familje kemi një rrjedhë shumë dinamike dhe praktike. Bota nënkupton se mund të jetë një situatë që arrin fundin ose një fazë që mbyllet. 2 monedhat nënkupton se menjëherë pas kësaj vjen nevoja për balancë, për të menaxhuar 2 gjëra njëkohësisht, për të përshtatur ritmin. 8 shkopinjt nënkupton se gjërat fillojnë të lëvizin shpejt, ka komunikime, zhvillime, ndryshime, udhëtime. 8 monedhat është punë, përpjekje, ndërtim i vazhdueshëm. Familja ose ju kaloni nga një përfundim në një fazë shumë aktive dhe punuese. Një çështje që ka qenë e hapur arrin në një pikë përfundimi. Por kjo nuk sjell qetësi të plotë. Përkundrazi, sjell lëvizje. Ka shumë gjëra që duhen menaxhuar, ka shumë komunikim, shumë veprim. Ju ose familja duhet të përshtateni shpejt dhe të punoni për ta mbajtur situatën në ekuilibër. Kartat këshillojnë të qëndroni fleksibël, mos u lodhni duke kontrolluar çdo gjë, përqendrohuni tek ajo që mund të ndërtoni realisht. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 9 shkopinjt, 9 kupat, forca, 9 shpatat. Në dashuri kemi një nga kombinimet më të thella emocionalisht, sepse kemi një përzierje mes dëshirës, qëndrueshmërisë dhe ankthit. 9 shkopinjt nënkupton se ju jeni të lodhur emocionalisht, keni kaluar shumë, keni mbrojtje, keni ngritur mure, nuk hapeni lehtë. 9 kupat nënkupton se megjithatë ka një dëshirë të fortë për kënaqësi emocionale, për të qenë mirë, për të marrë atë që dëshironi dhe meritoni. Forca flet se ju përmbaheni, ju kontrolloni emocionet, përpiqeni të mos shpërtheni, të mbani balancën, të ruani kontrollin. 9 shpatat nënkupton se brenda jush ka ankth, mendime të tepërta, shqetësim që nuk ju lë të qetë. Duket se ju dëshironi dashuri dhe qetësi, por e mbani veten të fortë nga jashtë
ndërsa brenda jush ka shumë tension. Ju jeni në një situatë ku keni kaluar shumë emocionalisht. Dëshironi të ndiheni mirë, të plotësuar, por nuk e lini veten të lirë plotësisht. Ju kontrolloni veten, ndoshta edhe për të mos u lënduar përsëri, dhe kjo krijon një kontrast. Nga jashtë dukeni të fortë, nga brenda mendja nuk ndalon. Kartat këshillojnë të mos e ngatërroni forcën me shtypjen e emocioneve. Ju nuk duhet të jeni gjithmonë të fortë. Ndonjëherë duhet të jeni vulnerabël, të sinqert me atë që ndjeni. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 5 monedhat, faqa e kupave, djalli, 4 shkopinjt. Në punë kemi një rrjedh shumë interesante, nga mungesa në stabilitet, por me një lidhje të fortë në mes. 5 monedhat nënkupton ndjesi mungese, pasigurie në punë ose në financa. Faqa e kupave flet për një ide të re, një mundësi që vjen me ndjeshmëri ose kreativitet. Për disa mund të jetë edhe një njohje e re, që fillon në mënyrë shumë të freskët, shumë të ëmbël, shumë të pafajshme. Djalli flet për një lidhje të fortë me një situatë që mund të jetë përfshirë edhe varësia ose diçka që ju mban të lidhur edhe nëse nuk është ideale. Për disa mund të jetë mërzitje, inat. Mua zakonisht djalli më flet për pengesa ose për zemërim. 4 shkopinjt flet për stabilitet, arritje, një bazë e mirë që krijohet. Duket se nga një ndjenjë pasigurie lind një mundësi, por duhet të keni kujdes me atë që ju mban të lidhur. Ju mund të ndiheni të pasigurt në një aspekt të punës, pastaj shfaqet një mundësi e re, diçka ju tërheq emocionalisht, por në mes ka një element që ju lidh fort. Mund të jetë një person, një zakon ose një situatë që nuk është plotësisht e shëndetshme. Në fund, ka potencial për stabilitet, por varet nga mënyra se si e menaxhoni këtë lidhje. Kartat këshillojnë të mos zgjidhni vetëm sepse diçka ju duket e sigurt. Sigurohuni që nuk po hyni në një situatë që ju kufizon. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi frikë. Kjo kartë është shumë thelbësore për gjithë interpretimin tuaj. Frika po ndikon në mënyrën se si mendoni dhe veproni, si lidhet frika me gjithçka. Në dashuri, frika ju mban të mbyllur. Në punë, frika ju bën të ndiheni të pasigurt. Në gjendjen personale, frika ju bën të shtyni vendimin. Shumë nga ajo që po përjetoni nuk vjen nga realiteti, por nga ajo që keni frikë se mund të ndodhë. Unë do të thoja mos merrni vendime nga frika. Frika nuk është intuit, është kujtesë e dhimbjes së kaluar. Kjo javë është për qartësi, është për përpunim, është për përballje me frikën. Ju e dini të vërtetën dhe sfida është të mos lejoni që frika t'ju pengojë ta jetoni atë. Paçim.